Edhe njerë mirë se keni ardhur, jemi në Panajirin Halal Expo, është edicioni 5, dhe shpresojmë që t'jetë një edicion i suksesshëm, sikurse ka qenë në rritje suksesi në fakt nga i pari deri në sot. Sot në këtë panel do kemi mundësi që të bisedojmë për disa aspekte jo vetëm sociale, por edhe profesionale, me zonja të nderuara që po i prezantoj për ju. Kam kënaqësinë që sot të ndaj një bisedë me zonjën Entela Hidri, eksperte e komunikimit, e shkencave të komunikimit dhe pedagoge, dhe gjithashtu zonjën Migena Kurushi, terapiste e zhvillimi. Kënaqësi që jeni në këtë panel. Në fakt, kryesisht me renditje alfabetike, do doja fillimisht ja jepja fjalën zonjës Entela për të diskutuar në rast të parë aspektin e barierave të komunikimit që hasim, edhe në një panajër në fakt gjëja kryesore është komunikimi, kështu që jemi në skenën e duhur, dhe së dyti si menaxhohet komunikimi për të arritur eficiencën edhe për të arritur të tjetri, pra cila është ura, si duhet menaxhuar ura për të arritur të tjetri. Fjala për ju. Atëherë, ndryshe nga gjithë qenet e tjera është na veçon, edhe ajo e cila na bën e dukshëm, transmetueshëm edhe na bën vizibël është pikërisht komunikimi. Që në kohët e vjetra ne kemi thënë që shpika më e madhe ka qenë gërma. Pastaj shpika më e madhe që njerëzimi pati mbas gërmës ishte shtypshkronja, ku ne komunikojmë nga brezi në brez me njerëz cilët kanë shekur që nuk janë më, po me anë të veprës tyre ne arrin madje her pas here i rikthehemi më shumë këtyre mentorëve, këtyre didaktëve, psikologëve, filozofëve që nuk janë më, sesa atyre që janë në brezin tonë, sepse ndoshta në brezin tonë ne bashkëndajmë ide deri diku dhe bashkëndajmë edhe literatura. Pra nëse ti ke lexuar një libër dhe thua që unë këtu e mora iden, e lexoj dhe unë edhe është lehtësisht e transmetueshme dia me anë të shkronjës. Potesa që komunikimi ka është jashtëzakonshme për vetë faktin se ne me anë të gjuhës merremi vesh dhe nuk merremi vesh. Pra mënyra se si ne ndërtojmë ura ose barriera në komunikim është ajo që ne na bën të kuptueshëm, transmetueshëm dhe të mbjellshëm të brezat. Se është rëndësishëm komunikimi në fakt, veçanërisht meqenëse jemi në një panajër e parë që doja ta nisja, është shumë suksese panajër të Hallallit. Për mua herën e parë që ka ndodhur, ka qenë një ndër evenimentet më të bukura. Në ditën e shtunë dhe diel vim edhe vetëm bëjmë pazar me fëmijët, ditën e premte shohim, sepse është ajo risia që ne mezi e kemi pritur. Pra të kemi vendin ton, të kemi produktet tona, të vim blejmë pas siklet, se duhet me japa etiketën apo e tjerë. Kështu që shumë urime dhe sukses organizatorëve. Gjithashtu edhe kjo risia e të pasurit një lloj simpoziumi, një lloj konference ku ne duhet të flasim. Gjëja më e rëndësishme që bota ka është let's talk. Çfarë do të thënë let's talk? Të flasim në një eficiencë absolute që të komunikojmë, që të merremi vesh. Por të flas për veten time, por të flas edhe për personat e tjerë duke pas parasysh faktin se shpesh ne komunikojmë me njerëz dhe nuk merremi vesh. Në lidhje me sektorin e shitjes dhe me menaxhimin, e rëndësishme është të kuptosh pozicionin që ti si folës ke, pra nëse je një person që menaxhon një produkt, një treg shitje, dhe ti nuk ke aftësi të mira komunikuese, ti nëse të kanë vënë menaxher ke predispozitën për ta dështuar një biznes, sepse një komunikim i mirë është një komunikim i buzëqeshëm, një komunikim etik, një komunikim do thuash ti po kur më vjen klienti i mërzitur ose ku klienti do të ndryshojë pazare. Ekziston etika komunikimit dhe ekziston etika e një tregu të vendosur fiks, cilën nuk e vendosim ne, kanë vendosur njerëz të tjerë, ka disa çmime fikse, ka shumë le të themi elemente të cilat i vendosin njerëz të tjerë përpara se ne të futemi në këtë lloj. Kur shkojmë në bankë, për shembull, shohim shpesh njerëz që revoltohen dhe personi i parë që i kthehen keq është personi që shërben në bankë. Kur shkojmë për të pirë kafe, njeriu që sillemi në më keq është kamarieri që na shërben kafen. Kur përdorim autobusat, mjetet publike, njerëzit që ne sillemi më keq janë faturinën. Pse? Sepse ne mendojmë që këta njerëzit e shërbimit publik janë njerëzit të cilët po na shërbejnë në mënyrë sllavorie në kohët moderne dhe nuk kemi autoritet mbi njerëz të tjerë. Pra ti nuk mund shohësh ti për ta thënë shefit në mëngjes, sepse në fund të muajit nuk do bëj ai bankomatik. Pse? Pra ne dim me kë komunikojmë mirë dhe ndërtojmë barriera në lidhje me pavarësinë apo varësinë që ne kemi monetarisht, potencialisht, në aspektin e reputacionit, pra dhe për reputacionin ndërtojmë ura komunikimi. Shumë e rëndësishme është të kuptosh që njeriu e ka këtë lloj aftësie dhe të jesh njeriu shumë e vështirë. Çfarë mund ta bëjë një qenie njeri?
Mund ta bëj, mos ja bë tjetrit, të gjithë mentorët e TEDx ka një 5 vjeçar që kanë filluar të flasin fuqishëm për faktin se ti nuk do t'i bësh tjetrit atë që don tjetrit të mos ta bëj ty. Profeti Joni ka thënë para 1500 vjetësh këtë, që mos ja bë tjetrit atë që nuk do ta bëj. Fol mirë ose hesht, fol bukur, buzëqesh, sadaka. Pra këto mjetet e komunikimit që në fjaloret TED sot janë bërë, le të themi, si ato puvat me yll floriri, Feja Joni ka thënë që në kryet herës. Thjesht duhet t'i zbatojmë, edhe shikoj nga njerë që edhe mërzitemi, sepse shikojmë që ti flet mirë, ajo për ty flet keq. Por besoj fort të kjo shpreha Shkodrani që thonë që pema me kokra gjuhet, edhe në qoftë e ndjeni që nuk po ju gjuajnë, do të thotë që jeni pem pa kokra, dhe kjo nuk është gjë e mirë, ka rkohat mbilleni, dhe njeriu duhet të mbillet patjetër te brezat e ri. Duhet pafund të mbilleni te brezat e ri. Investoni fuqishëm komunikim te njerëzit që ju rrethojnë, te familja, te partneri, te fëmijët tuaj. Mos keni merak të kujdeseni për partnerin dhe të jeni romantik me i ble lule, me i ble unaza dhe nuk e di. Ndërtoni komunikim sepse te fëmia juaj ju po ndërtoni model. Dhe ti nuk do doje që me vajzën tënde ti kush të sillet si ti sillesh me shoqen tënde, më besoni për këtë. Sa do mirë që ti të sillesh. Për fëmin tënd i do më të mirën. Jepet e nëna e saj që atë ketë një model ku ta ndërtoj dhe ku ta bazdoj komunikimin e saj në të ardhmen. Sepse ashtu siç ndërton ura, ndërton edhe barriera. Dhe kemi filluar të ndërtojmë të rrjetet asociale, ku ne flasim bukur me gjithë, dukemi bukur, që kanë dalë filtrat, jemi bë fringot gjitha të shi, s'ka më pleq, s'ka më rruga, dhe kanë dalë këto autokorrekt, shkruajt e mirë, shkruajt e keq, ajo ta rregullon atë gjën. Dhe ti shkruan mirë, je profesor doktor shkenca, shku në rrjetet asociale. O njerëz dashur, ka sa njerëz në shtëpi që po të heqësh telefonin, thonë që janë njerëz mirë. Kështu thonë, kështu që filloni të komunikoni me njerëzit që keni më pranë. Shikoni te këmbët tuaja, se aty keni gjithë ata që kujdesen për ju, hapësirën tuaj të proteksionit, se cili person duhet bëjë rolet duke komunikuar, nuk ka në një familje, unë kam këtë rol dhe ti ke atë rol dhe ka artë feminizmi dhe duam barazi. Jo më shok mu zotin për zjodhi me qenë femër, që duhen me qenë mashkull në familjen time. Unë du me qenë a femra që kur hy në shtëpi fëmijët e mi qojnë në këmbë se erdhin mbretëresha familjes. Dhe zotin për zjodhi me zbukur xhenetin, edhe Havania solli Ademi se ishte i mërzitshëm xheneti vetëm, e zbukuroi me femrën. Kështu që pranoni rolet që Zoti ju ka zgjedhur në këtë tokë dhe bëjni në mënyrë të plotë rolet, në mënyrë të suksesshme, në mënyrë që komunikimi juaj të jetë njerëzor, të jetë i mëshirshëm, që komunikimi juaj të jetë sa më edukat. Atë që do doje t'ja bënin djalit tënd, bëj ati djalit botës. Atë që do doje t'ja bënin fëmijës tënd, bëj ati vajzës botës. O njerëz dashur, është vetëm mënyrë që ne të mbjellim modelet, që ne të jemi të suksesshëm dhe gjenerata që do të vinë nuk do jenë gjenerata dështimi siç jemi ne. Më duket vetëm nga njerëz si brezi humbur. Më beso për këtë. Ne nuk kemi pas mentor as shpirtëror, ne nuk kemi pas as mentor intelektual. Kemi filluar të kapim me thoj modele, kemi filluar të bëhemi me thoj modele dhe duke u përpjekur të rrugtojmë brezi on, kemi studuar për çdo gjë që s'na hyn në xhep. Jemi trajnuar për çdo gjë që s'na hyn në xhep, se kemi qenë duke gjetë veten. Tani që ne kemi gjetur veten, është koha që fëmijëve tanë mos me ja humb këtë kohë dhe me i dhën potencialin që fjala ka. Potencialin që fjala ka. Dhe të gjitha shprehjet e vjetra popullore më duket seriozisht sikur e kanë gurrën dhe burimin pikërisht te feja islame, sepse thotë gjua kocka ka, po kocka thyen. Nuk ka, po kocka thyen. Pse? Se sa mund t'i lëndojmë në njerëzit me një fjalë të thënë në mënyrë e papërshtatshme, për ne themi si kalove mirë, pastaj themi si e mirë, dhe pastaj themi si e mirë, faleminderit. 3 mirë me 3 konotacione ndryshme. Ku ti ke thënë të njëjtën fjalë, po ke thyer ose ke ndërtuar komunikim me tjetrin. Prandaj them që fjala është shumë e rëndësishme, nuk e di nëse ka qenë apo jo e parë, se nuk jam njeriu i parë që është krijuar në tokë, ose kudo qoftë, në xhenet ka qenë në fakt, por mendoj që është aq e rëndësishme sa që Zoti mbasi krijoi njeriu me fjalën ta lexoje. Dhe leximi nuk ka të bëjë vetëm me leximin, ka të bëjë me meditimin, me thellimin, ka të bëjë me orientimin, me kuptimin. Leximi ka të bëjë me faktin se si ne këtë mendjen që Zoti na e dha, ta fusim, ta procesojmë. Është si puna një kompjuter. Kam një kompjuter 2 RAM në shtëpi, 2 tera, nuk e kam des kur. Çfarë dua? Për ti ke 2 tera këtu, kush e di sa tera ka kjo që ka krijuar Zoti, po fute pra në punë. Fute në punë, dhe gjua jote duhet të jetë një gjuhë që i përshtatet
fjala jote, veprës tënde. Mos I thoni fëmijëve hiqni telefonat ndarke. Ju lutem prindër dashur, hiqni telefonat ndarke. Mos mësoni brezat e rinj të jenë një gjë që ju nuk jeni. Fëmijët janë your pet, janë hapi juaj. Dhe ecin në hapin tuaj dhe modelohen me sjelljet tuaja dhe flasin si ju dhe ngrën gishtin si që e ngrini dhe ka 3 dëshmitar që ju gjykojnë ju dhe vetëm një që gjykon ata. Kështu që komunikoni mirë ose heshni. Faleminderit. Faleminderit jo vetëm për analizën, po dhe për mesazhet. Po unë kam një pyetje, po shfrytëzoj faktin që kam mikrofonin. Frik pyetjet e Bretonit. Jo. E njoh mirë. Jo, është një pyetje që kërkon pak ka një kuriozitet brenda. Pra, kur janë 2 individ apo 2 palë të cilat kanë predispozitën e komunikimit, pavarësisht barrierave, edhe mund gjendet ura dhe mund ndërtohet. Po kur kemi dikë që është I vështirë, që është refuzues, si t'ja bëjmë? Të bëj një pyetje, në çfarë marrëdhënie je me këtë person? Varet, e kam kuriozitet. Jo, e di pse po them. Mund të jetë dikush. Unë do t'rregoj ty një eksperiencë personale dhe atë që unë ja them studentëve të mi çdo ditë. Nëse një person nuk do të komunikojë me ty dhe ti e vëren që gjatë komunikimit njëra nga 2 urat pyet, të mbetet vetëm tikësh. Pra, jo detyrimisht ne do komunikojmë me tjetrin në mënyrë eficiente, që duhet jemi 2. Edhe që të ndodhi një fajt duhet jemi 2, edhe që ndodhet një keq kuptim duhet jemi 2, edhe që ndodhet një mirë kuptim duhet jemi 2 dhe që të ketë komunikim duhet jemi 2. Kur jemi në raporte pune, pastaj jemi shumë detyruar që me këtë njeriu super agresiv, edhe me gjitha këto cilësitë pozitive ne të ndërtojmë ura se na duhet të flasim. Atëherë me këtë raste ndërtojmë komunikim formal. Edhe një herë mirë se keni ardhur. Jemi në Panajirin Halal Expo, është edicioni 5 dhe shpresojmë që të jetë një edicion I suksesshëm, sikurse ka qenë në rritje suksesi në fakt nga I pari deri në sot. Sot në këtë panel do kemi mundësi që të bisedojmë për disa aspekte jo vetëm sociale, por edhe profesionale, me zonja të nderuara që po I prezantoj për ju. Kam kënaqësinë që sot të ndaj një bisedë me zonjën Entela Hidri, eksperte e komunikimit, e shkencave të komunikimit dhe pedagoge, dhe gjithashtu zonjën Migena Kurushi, terapiste e zhvillimi. Kënaqësi që jeni në këtë panel. Në fakt, kryesisht me renditje alfabetike, do doja fillimisht ja jepja fjalën zonjës Entela për të diskutuar në rast të parë aspektin e barrierave të komunikimit që hasim, edhe në një panajër në fakt gjëja kryesore është komunikimi. Kështu që jemi në skenën e duhur, dhe së dyti si menaxhohet komunikimi për të arritur eficiencën edhe për të arritur të tjetri, pra cila është ura, si duhet menaxhuar ura për të arritur të tjetri. Fjala për ju. Atëherë, ndryshe nga gjithë qenet e tjera, është na veçon, edhe ajo e cila na bën e dukshëm, transmetueshëm, edhe na bën vizibël është pikërisht komunikimi. Që në kohët e vjetra, ne e kemi thënë që shpika më e madhe ka qenë gërma. Pastaj shpika më e madhe që njerëzimi pati mbas gërmës ishte shtypshkronja, ku ne komunikojmë nga brezi në brez me njerëz cilët kanë shekuj që nuk janë më, po me anë të veprës tyre ne arrin madje her pas here I rikthehemi më shumë këtyre mentorëve, këtyre didakëve, psikologëve, filozofëve që nuk janë më, sesa atyre që janë në brezin tonë, sepse ndoshta në brezin tonë ne bashkëndajmë ide deri diku dhe bashkëndajmë edhe literatura. Pra nëse ti ke lexuar një libër dhe thua që unë këtu e mora iden, e lexoj dhe unë dhe është lehtësisht e transmetuar me dia me anë të shkronjës. Hipoteza që komunikimi ka është jashtëzakonshme për vetë faktin se ne me anë të gjuhës merremi vesh dhe nuk merremi vesh. Pra mënyra se si ne ndërtojmë ura ose barriera në komunikim është ajo që ne na bën të kuptueshëm, transmetueshëm dhe të mbjellshëm të brezat. Se është rëndësishëm komunikimi në fakt, veçanërisht meqense jemi në një panajër e parë që doja ta nisja, është shumë suksese panajër të hallallit. Për mua herën e parë që ka ndodhur, ka qenë një ndër evenimentet më të bukura. Në ditën e shtunë dhe diel vim edhe vetëm bëjmë pazar me fëmijët, ditën e premte shohim, sepse është ajo risia që ne mezi e kemi pritur. Pra të kemi vendin ton, të kemi produktet tona, të vim blejmë pas siklet se duhet me japa etiketën apo etj. Kështu që shumë urime dhe sukses organizatorëve. Gjithashtu edhe kjo risia e të pasurit një lloj simpoziumi, një lloj konference ku ne duhet të flasim.
Gjëja më e rëndësishme që bota ka është let's talk. Çfarë do të thënë let's talk? Të flasim në një eficiencë absolute që të komunikojmë, që të merremi vesh. Por të flas për veten time, por të flas edhe për personat e tjerë duke pas parasysh faktin se shpesh ne komunikojmë me njerëz dhe nuk merremi vesh. Në lidhje me sektorin e shitjes dhe me menaxhimin, e rëndësishme është të kuptosh pozicionin që ti si folës ke, pra nëse je një person që menaxhon një produkt, një treg shitje, dhe ti nuk ke aftësi të mira komunikuese, ti nëse të kanë vënë menaxher ke predispozitën për ta dështuar një biznes, sepse një komunikim i mirë është një komunikim i buzëqeshëm, një komunikim etik, një komunikim do thuash ti po kur më vjen klienti i mërzitur ose ku klienti do të ndryshojë pasare, ekziston etika komunikimit dhe ekziston etika e një tregu të vendosur fiks cilën nuk e vendosim ne, kam vendosur njerëz të tjerë, ka disa çmime fikse, ka shumë le të themi elemente cilat i vendosin njerëz të tjerë përpara se ne të futemi në këtë lloj. Kur shkojmë në bankë, për shembull, shohim shpesh njerëz që revoltohen dhe personi i parë që i kthehen keq është personi që shërben në bankë. Kur shkojmë për të pirë kafe, njeriu që sillemi në më keq është kamarieri që na shërben kafen. Kur përdorim autobusat, mjetet publike, njerëzit që ne sillemi më keq janë faturinën. Pse? Sepse ne mendojmë që këta njerëzit e shërbimit publik janë njerëzit të cilët po na shërbejnë në mënyrë sllavorie në kohët moderne dhe nuk kemi autoritet mbi njerëz të tjerë. Pra ti nuk mund shohësh ti për ta thënë shefit në mëngjes, sepse në fund të muajit nuk do bëj ai bankomatik. Pse? Pra ne dimë me kë komunikojmë mirë dhe ndërtojmë barriera në lidhje me pavarësinë apo varësinë që ne kemi monetarisht, potencialisht, në aspektin e reputacionit, pra dhe për reputacionin ndërtojmë ura komunikime. Shumë e rëndësishme është të kuptosh që njeriu e ka këtë lloj aftësie dhe të jesh njeriu shumë e vështirë. Çfarë mund ta bëjë një qenie njeri? Mund ta bëj, mos ja bë tjetrit, të gjithë mentorët e TEDx kanë një 5 vjeçar që kanë filluar të flasin fuqishëm për faktin se ti nuk do t'i bësh tjetrit atë që don tjetrit të mos ta bëj ty. Profeti jonë ka thënë para 1500 vjetësh këtë që mos ja bë tjetrit atë që nuk do ta bëj. Fol mirë ose hesht, fol bukur, buzëqesh, është sadaka. Pra këto mjete të komunikimit që në fjalore tet sot janë bërë, le të themi, si ato puvat me yll floriri, feja jonë ka thënë që në kryet herës. Thjesht duhet t'i zbatojmë, edhe shikoj nga njerë që edhe mërzitemi, sepse shikojmë që ti flet mirë, ajo për ty flet keq. Por besoj fort të kjo shpreha shkodrane që thonë që pema me kokra gjuhet, edhe në qofte e ndjeni që nuk po ju gjuajnë, do të thotë që jeni pem pa kokra, dhe kjo nuk është gjë e mirë, ka kërkohet mbilleni, dhe njeriu duhet të mbillet patjetër te brezat e ri. Duhet pafund të mbilleni te brezat e ri. Investoni fuqishëm komunikim te njerëzit që ju rrethojnë, te familja, te partneri, te fëmijët tuaj. Mos keni merak të kujdeseni për partnerin dhe të jeni romantik me i ble lule, me i ble unaza dhe nuk e di. Ndërtoni komunikim sepse te fëmia juaj ju po ndërtoni model. Dhe ti nuk do doje që me vajzën tënde ti kush të sillet si ti sillesh me shoqen tënde, më besoni për këtë. Sa do mirë që ti të sillesh. Për fëmin tënd i do më të mirën. Jepet e nëna e saj që atë ketë një model ku ta ndërtoj dhe ku ta bazdoj komunikimin e saj në të ardhmen. Sepse ashtu siç ndërton ura, ndërton edhe barriera. Dhe kemi filluar të ndërtojmë të rrjetet asociale, ku ne flasim bukur me gjithë, dukemi bukur, që kanë dalë filtrat, jemi bë fringot gjitha të shi, s'ka më pleq, s'ka më rruga, dhe kanë dalë këto autokorrekt, shkruajt e mirë, shkruajt e keq, ajo ta rregullon atë gjën. Dhe ti shkruan mirë, je profesor doktor shkencash ku? Në rrjetet asociale. O njerëz dashur, ka sa njerëz në shtëpi që po të heqësh telefonin, thonë që janë njerëz mirë. Thonë, kështu thonë, kështu që filloni të komunikoni me njerëzit që keni më pranë. Shikoni te këmbët tuaja, se aty keni gjithë ata që kujdesen për ju, hapësirën tuaj të proteksionit, se cili person duhet bëjë rolet duke komunikuar, nuk ka në një familje, unë kam këtë rol dhe ti ke atë rol dhe ka artë feminizmi dhe duam barazi. Jo më shok mu zotin për zjodhi me qenë femër, që duhen më qenë mashku në familjen time. Unë du me qenë a femra që kur hynë në shtëpi fëmijët e mi qojnë në këmbë se erdhin mbretëresha familjes. Dhe zotin për zjodhi me zbukur xhenetin edhe Havania solli Ademi se ishte i mërzitshëm xheneti vetëm. E zbukuroi me femrën. Kështu që pranoni rolet që Zoti ju ka zgjedhur në këtë tokë dhe bëjni në mënyrë të plotë rolet, në mënyrë të suksesshme, në mënyrë që komunikimi juaj të jetë njerëzor, të jetë i mëshirshëm, që komunikimi juaj të jetë sa më edukat. Atë që do doje t'ja bënin djalit tënd, bëj ati djalit botës. Atë që do doje t'ja bënin fëmijës tënd, bëj ati vajzës botës. O njerëz dashur, është vetëm mënyrë
që ne të mbjellim modele, që ne të jemi të suksesshëm dhe gjenerata që do të vinë nuk do jenë gjenerata dështimi siç jemi ne. Më duket vetë nganjëherë si brezi humbur. Më beso për këtë. Ne nuk kemi pas mentor as shpirtëror, ne nuk kemi pas as mentor intelektual. Kemi filluar të kapim me thoj modele, kemi filluar të bëhemi me thoj modele dhe duke u përpjekur të rrugtojmë brezi on, kemi studiuar për çdo gjë që s'na hyn në xhep. Jemi trajnuar për çdo gjë që s'na hyn në xhep, se kemi qenë duke gjetë veten. Tani që ne kemi gjetur veten, është koha që fëmijëve tanë mos me ja humb këtë kohë dhe me i dhënë potencialin që fjala ka. Potencialin që fjala ka. Dhe të gjitha shprehjet e vjetra popullore më duket seriozisht sikur e kanë gurrën dhe burimin pikërisht te feja islame, sepse thotë gjua kocka ka, po kocka thyen. Nuk ka, po kocka thyen. Pse? Se sa mund t'i lëndojmë në njerëzit me një fjalë të thënë në mënyrë e papërshtatshme, për ne themi si kalove mirë, pastaj themi si e mirë, dhe pastaj themi si e mirë, faleminderit. 3 mirë me 3 konotacione ndryshme. Ku ti ke thënë të njëjtën fjalë, po ke thyer ose ke ndërtuar komunikim me tjetrin. Prandaj them që fjala është shumë e rëndësishme, nuk e di nëse ka qenë apo jo e parë, se nuk jam njeriu i parë që është krijuar në tokë ose kudo qoftë, në xhenet ka qenë në fakt, por mendoj që është aq e rëndësishme sa që Zoti mbasi krijoi njeriu me fjalën ta lexoje. Dhe leximi nuk ka të bëjë vetëm me leximin, ka të bëjë me meditimin, me thellimin, ka të bëjë me orientimin, me kuptimin. Leximi ka të bëjë me faktin se si ne këtë mendjen që Zoti na e dha, ta fusim, ta procesojmë. Është si puna një kompjuter. Kam një kompjuter 2 RAM në shtëpi, 2 tera, nuk e kam des kur. Çfarë dua? Për ti ke 2 tera këtu, kush e di sa tera ka kjo që ka krijuar Zoti, po fute pra në punë. Fute në punë dhe gjua jote duhet të jetë një gjuhë që i përshtatet fjala jote veprës tënde. Mos i thoni fëmijëve hiqni telefonat ndarke. Ju lutem prindër dashur, hiqni telefonat ndarke. Mos mësoni brezat e rinj të jenë një gjë që ju nuk jeni. Fëmijët janë your path, janë hapi juaj. Dhe ecin në hapin tuaj dhe modelohen me sjelljet tuaja dhe flasin si ju dhe ngrën gishtin si që e ngrini dhe ka 3 dëshmitarë që ju gjykojnë ju dhe vetëm një që gjykon ata. Kështu që komunikoni mirë ose heshni. Faleminderit. Faleminderit jo vetëm për analizën, po dhe për mesazhet. Po un kam një pyetje, po marr kështu, po shfrytëzoj faktin që kam mikrofonin. Prik pyetjet e Bretonit. Jo. E njoh mirë. Jo, është një pyetje që kërkon pak ka një kuriozitet brenda. Pra, kur janë 2 individ apo 2 palë të cilat kanë predispozitën e komunikimit, pavarësisht barrierave, edhe mund gjendet ura dhe mund ndërtohet. Po kur kemi dikë që është i vështirë, që është refuzues, si t'ja bëjmë? Të bëj një pyetje, në çfarë marrëdhënie je me këtë person? Varet, e kam kuriozitet. Jo, e di pse po them. Mund të jetë dikush. Unë do t'rregoj ty një eksperiencë personale dhe atë që unë ja them studentëve të mi çdo ditë. Nëse një person nuk do të komunikojë me ty dhe ti e vëren që gjatë komunikimit njëra nga dy urat thyet, të mbetet vetëm tikësh. Pra, jo detyrimisht ne do komunikojmë me tjetrin në mënyrë eficiente, që duhet jemi 2. Edhe që të ndodhi një faj duhet jemi 2, edhe që ndodhet një keq kuptim duhet jemi 2, edhe që ndodhet një mirë kuptim duhet jemi 2 dhe që të ketë komunikim duhet jemi 2. Kur jemi në raporte pune, pastaj jemi shumë detyruar që me këtë njeriu super agresiv, edhe me gjitha këto cilësitë pozitive ne të ndërtojmë urat, na duhet të flasim. Atëherë me këtë raste ndërtojmë një komunikim formal. Ma jep një helm thot ta mbys vjerrën. Edhe një farmacisti, një produkte, i thot po ku t'ja japësh, do të japësh me fjalë të mira dhe me buzëqeshje. Shkon te nusja ditë për ditë, duke qesh, fillon vjerra të ndrojë sjellje, do me thënë mendo, ti zbut luanin, çunin e vjerrës dhe nuk but dot vjerrën. Kjo ishte historia dhe kjo është diskursi. Pra në fund, nëse ne jemi ajo që duam të shohim përballë, edhe ai përballë do ndryshoj. Edhe ai përballë më besot, pak nga eksperienca personale do ndryshoj. Do me thënë, në qoftë se është një rrugë e padomosdoshme mund ta praktikësh, po që rrugë e domosdoshme, sillu si do të doje të shifje përballë. Edhe seriozisht ata që më njohin që janë këtu e dinë që unë e bëj vërtet në jetën time të përditshme. Faleminderit, do kemi mundësi edhe për pyetje pas pak, por do doja që ti jepja fjalën zonjës Migena Kurushi, e cila është terapiste e zhvillimit. Fjala për Kurushi.
terapisë e zhvillimit. Tashmë, prej më shumë se një dekade, unë jetoj jetën time të përditshme mes familjes time dhe familjeve të fëmijëve me nevoja të veçanta. Të flasësh për zhvillimin ndryshe sot është vërtet një sfidë unike e familjeve sotme. Kjo për shkak se shifrat dita ditës po rriten. Shumë prej nesh edhe në hipoteza të ndryshme, mos është kjo, mos është kjo, mos është kjo arsye e tjerë. Flas për zhvillimin ndryshe dhe për spektrin e autizmit, i cili është një temë shumë e kërkuar, një pyetje shumë e madhe për gjithë ne. Për prapambetjen, për vështirësinë në nxënës, për sindromën Down, për ADHD, për aktivitetin e të tjerë. Pyetja që kam pothuajse çdo ditë nga prindër të rinj, të cilët marrin diagnozën e fëmijëve të tyre, është që a ka mundësi parandalimi, a mund të bëjmë ne diçka që fëmia ynë të mos jetë me aftësi ndryshe. Këshillën e parë që do ta jepja, pavarësisht se nuk është në kompetencat e mia, është patjetër të ndiqni çdo këshill mjekësore të mjekeve, të ginekologëve në këtë rast, në momentin kur ju dëshironi të sillni në jetë një bebe. Patjetër duhet lidheni ngushtë dhe të bëni atë planifikimin familjar me anë të mjekes dhe të dëgjoni çdo këshill, se mbase një këshill që mund të duket e parëndësishme, vërtet ka një impakt dhe një rëndësi shumë të madhe tek fetusi, tek bebi që po rritet. Ilaçet, që ju ndoshta mund t'i merrni, unë di njerëz që marrin dhe paracetamol pas gjë, thjesht që t'i paraprin një dhimbje e koke. Ilaçet që mund të merrni dhe paraceta mjeku, po, kanë ndikim në fetus, në të ardhmen. Kështu që këshilla e parë për parandalim patjetër do të ishte të lidheni ngushtësisht me mjekët tuaj. Këshilla e dytë, do të kaloja dhe unë tek telefoni, sikur se e ceku dhe Entela, të mos lejojmë që fëmijët tanë të ekspozohen për kohë të gjatë përpara ekranit të telefonit. Patjetër që telefoni ka një impakt shumë të madh në pasivitetin kognitiv të fëmijës, qoftë tek fjala, tek sjellja, ke marrëdhënie sociale, tek kontaktet vizuale e kështu me radhë. Së treti, le të themi, si parandalim, do të cekja patjetër mos mbi stimulimin. Shumë psikologë thonë që më shumë do të thotë më pak. Më shumë lodra do të thotë më pak vëmendje dhe përqendrim. Pra, ekspozimi ndaj telefonit, mbi stimulimin që i bëjmë ne fëmijëve tanë, do të thotë që fëmia të mos zhvillohet shëndetshëm. Pra, të fillojë të ketë, le të themi, deficienca zhvillimore. Kjo përsa i përket pjesës së parandalimit. Tani do doja ta lidhja shumë me fen, sepse çfarë shoh në përditshmërinë time? Shoh prindër të rinj, kryesisht të komunitetit ton musliman, që i bëjnë dashje pa dashje, fillojnë të neglizhojnë trajtimin e fëmijës dhe kërkojnë për të bërë vetëm trajtimin me anë të rukjeve, pra duke referuar shkencave islame. Patjetër që po, kjo është shumë e drejtë, është shumë e shëndetshme, por nuk duhet parë rukja si zëvendësim i procesit terapeutik. Ne kemi profetin alayhis salam, i cili ka thënë, nuk ka smundje që Allah e ka sjellë në tokë pa sjellë dëshirimin e tij. Për smundje absolutisht që nuk është rregullimi i spektrit autizmit ose sindroma Down, por çdo siklet shoqërues që kanë këta fëmijë, po flasim për fëmijë sepse nesër ky fëmijë do të jetë një rritur, patjetër që për sa kohë që Allah ka sjellë shërim për gjithçka, ne patjetër duhet të mbështetemi dhe tek shkenca mjekësore. Vetë profeti alayhis salam mbështetet tek shkenca mjekësore, jo vetëm tek rukjet. I shihte si plus, por jo si zëvendësim, po e ripërsëris. Tek dhimbjet e stomakut, ne kemi hadithe që profeti alayhis salam konsumonte dhe mjaltin, por bënte dhe rukjet, bënte hijamet, por bënte dhe rukjet. Një bashkëjetesë, le të themi, dhe një plotësim i njërës me tjetrën do të ishte zgjidhja perfekte në këtë rast. Por jo të heqim njërën, ta zhdukim fare për të pritur për tjetrën. Ne jemi përgjegjësit e fëmijëve tanë. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë gjithashtu që secili prej jush është bari dhe ju jeni përgjegjës për tufën tuaj. Kështu që dhe ne duhet jemi shumë të kujdesshëm që mos i dëmtojmë dashje pa dashje fëmijët tanë, duhet të drejtohemi tek ata njerëz që elhamdulillah që janë të ditur dhe elhamdulillah që Zoti i solli mes nesh.
Ne e dim shumë mirë hadithin që është për sa i përket diturisë, për dietarin thotë profeti alayhis salam bën sejdë çka në tokën qiej. Kështu që duhet patjetër të ndrejtohemi tek specialistët për katës. Patjetër, le ta shohim Islamin primar, spari në këtë situatë, pra në marrjen e diagnozës së fëmijëve tanë, le ta shohim tek pranimi i kaderit, pranimi i caktimit, është caktim. Deshi Zoti dhe na sprovoi me këtë. E inshallah ja dalshim ban sa më mirë. Le ta shohim tek durimi, tek sabri. Zoti thotë në Kur'an që unë jam me durimtarët. Pra le të jemi të bëjmë sabër ndaj provës që ne na ka kapluar. Le të marrim ajetin e Zotit në Kur'an që thotë familja juaj janë sprova juaj. Pra sprova jona që inshallah me shpresë Zotit ja dalim me sukses. Ta falenderojmë Zotin patjetër për çdo gjendje tonën dhe patjetër të mbështetemi tek ai që çdo siklet që kemi të na japi lehtësim. Ne besojmë që pas vështirësisë vjen lehtësimi. Inshallah pas kësaj vështirësie patjetër do të kemi lehtësim dhe shpërblim ndaj Zotit. Një pyetje prap e shkurtër. Ne jemi mësuar me këtë që ju thoni, me faktin që t'i japim sa më shumë ndoshta dhe si një pasojë asaj që çdo prind ka, të ketë më shumë se ç'kam pasur unë dikur. Po nga ana tjetër është si sfida me ëmbëlsirat që ty të pëlqejnë, nuk i bën dot ballë tundimit për t'i ngrënë, po ama e di që të bëjnë dëm edhe prap shkon. Pra ti përpiqesh që me fëmijët të blesh atë që ju thatë sa më shumë lodra, ajo të lutet apo ai për telefonin dhe ti thua hajde se dhe 10 minuta dhe bëhet 1 orë. Ka ndonjë mënyrë si ta disiplinoj prindi veten rreth parë që të ketë mundësi ta Të gjitha këto pyetje mbartin në vetvete nga një temë shumë të gjatë për të trajtuar. Tek pjesa të japim me fëmijëve atë që na ka munguar ne në vegjëlinë tonë. Në fakt, sot fatkeqësisht ne po rrisim fëmijë të pangopur, dhe fëmijë që nuk kënaqen dot kollaj, vetëm duan. Ne japim pa arsye. Ky është problemi. Japim pa arsye dhe humbasim vërtet bukurinë pastaj dhe mirësinë e gjërave që ne po na rrethojnë, gjërat e bukura. Kam raste konkrete të prindërve të cilët edhe për Bajram nuk dinë çfarë të bëjnë me fëmijëve sepse i kanë mbi bler. Kështu që patjetër duhet të kontrollojmë me të vërtetë është kjo që duhet të kontrollojmë vetet tona dhe të edukojmë spari vetet tona. Të vejmë jo lart se para disa ditësh kisha një intervistë në lidhje me disiplinën që duhet i bëj prindi vetes spari dhe pastaj që duhet i bëj fëmijës. Të disiplinojmë një herë vetet tona dhe pastaj të disiplinojmë fëmijët tanë. Dhe kur them disiplinë absolutisht mos ta keq kuptojmë me goditje fizike ose verbale, domethënë me kërcënime çfarë do të bëhet etj. Mjafton me fjalë. Mjafton të bëjmë të qartë fëmijës që lideri në këtë marrëdhënie jam unë dhe unë vendos për ju. Pastaj sërish do t'i them ajetit kuranor që Zoti thotë në Kur'an çdo gjë e tepërt hani dhe pini po mos e teproni. Pra, çdo gjë e tepërt është e dëmshme dhe kjo nuk është vetëm tek ushqimi, sa duhet jetë në gjithçka që ne na rrethon, duhet të njohim sensin e masës dhe ta zbatojmë ato pas. Ju faleminderit. Pyetje? Ligena, në lidhje me punën me fëmijët me aftësi ndryshe, cila është pjesa më e vështirë, të punosh me prindin apo me fëmijën? Duke qenë që e kam parë gjatë këtë pjesë edhe kam punuar ndoshta në aspektin didaktik, më shkuar nga njerë puna me prindit pak më e vështirë se me. Po patjetër që puna me prindin është më e vështirë. Mia është thjesht një qenie e vogël, 18 muajshe, paktën ata që na prezantohen për herë të parë tek zyra, i cili dhe aftësinë e të menduarit dhe të gjykuarit nuk e kanë si një i rritur. Fëmia ka nevojë për ndihmë, ama kemi shumë problem të pranuarit nga ana e prindit. Në momentin kur prindi nuk pranon gjendjen e fëmijës, ky është vërtet problem dhe po flasim për rezistenca disa vjeçare. Edhe sa herë unë i them prindërve është njësoj, mendojeni veten sikur jeni në plazh. Në një moment, thjesht u shkëputët, jemi duke folur me njëri tjetrin etj, dhe fëmia është duke u mbytur në det. Tani çfarë do të bëni? Do vërtisni me të madhe, më ndihmoni, apo do ulni kokën dhe thoni, fëmia atje po mbytet dhe thoni që apo vot çfarë më gjeti, çfarë do thotë gjithë plazhi, po unë se kisha mendjen e të tjerë. Thjesht duhet jemi shumë alert ndaj çdo gjëje që shohim që nuk po shkon me fëmijën tanë. Dhe po, problemi prindrit. Puna më e lotshme është me prindin. Puna më e lehtë pastaj është me fëmijën. Faleminderit edhe një herë zonja Kurushi. Do doja të jepja fjalën psikologës zonjës Edlira Dormishaj,
kemi një temë që do të trajtojmë në këtë bisedë, që titullohet Mjetet drejt suksesit. Po për çfarë suksesi po flasim? Pari falenderit që më keni bërë pjesë të paneli. Dua të falenderoj shumë Fabianin, edhe pse di që nuk është këtu, ose të paktën s'na dëgjon momentalisht. Po unë mendoj që Fabiani meriton një falënderim të veçantë nga secili nga të pranishmit, jo vetëm këtu në panel, po në gjithë këtë Halal Expo, sepse Fabiani është modeli me dy këmbë i njeriut që ja ka dalë me sukses, që idenë e tij, qëllimin e tij, vizionin që ai ka pasur ta konkretizoi dhe sot përveç se ta ketë të konkretizuar, ta ketë një faktor që frymon mes nesh dhe që çdo vit dhe më shumë tenton të rritet si në sasi ashtu dhe në cilësi. Dhe kjo është një moment që duhet vlerësuar dhe duhet trokitur, sepse një nga çelësat për të pas sukses secili nga ne në çfarë do lloj nisme që merr është pikërisht edhe shpërblimi mbas iniciativës apo mbas përpjekjes që ai bën. Kur ju më pyesni për çfarë lloj suksesi e keni fjalën, në fakt e gjithë tema është ngritur pikërisht mbi pyetjen që secili nga ne duhet t'ia drejtojë vetes se çfarë konsideron ai sukses në jetë. Shpeshherë suksesin e shikojmë të stigmatizuar në mënyrë pozitive, do ta them në thonjza, po prap çdo lloj gjëje që është e stigmatizuar nuk mund të jetë e mirë dhe nuk mund të ketë impakt mirë, që do të thotë, suksesi nuk është domosdoshmërisht ajo që ne shohim në ekran, në rrjetet sociale, ajo gara e pa limituar, do thoya, ose pa kritere. Në këtë formë secili nga ne duhet i drejtohet vetes tij për të parë çfarë ai kërkon të arrijë në jetë. Është një thënie që thotë, ose më saktë është një ligj në fushën e psikologjisë, i cili thotë nëse ti di mirë psen, gjithçka tjetër mbrapa do ta kesh thjesht. Sepse dhe strategjitë dhe rrugët se si të arrish tek ajo do t'i kesh shumë thjeshta. Ama ti duhet të dish mirë pse brenda vetes tënde. Pse po e bën atë që do të bësh? Ati ku do të arrish? Pse? Çfarë të shtyn? Çfarë të motivon? Çfarë bën të ngrihesh në mëngjes? Ose në fund fare çfarë të bën edhe të tërhiqesh momente të caktuara? Se jo gjithçka është vetëm të ecim përpara. Ka raste kur njeriu duhet kuptoj se duhet dhe të ndaloj, apo duhet të tërhiqet përkohësisht, apo duhet edhe të riformatohet brenda vetes. Dhe mendoj që ne si besimtar jemi ata që duhet ta kuptojmë, ose besoj që e kuptojmë më mirë se kushdo tjetër këtë, për faktin e thjeshtë se mbi gjithçka, mbi çdo lloj sistemi vlerash mbi të cilin ne ndërtojmë jetën tonë, ne dimë një pse të madhe, që çdo gjë që e bëjmë për hir të fytyrës Zotit, për të arritur kënaqësinë e Zotit, dhe sigurisht për ta aktualizuar në këtë botë fjalën e Zotit dhe shpalljen hyjnore. Dhe nëse secili nga ne arrin ta përjetësoj çdo ditë këtë lloj njeti, t'ia kujtoj vetes tij këtë lloj qëllimi të madh, këtë lloj vlere shumë të madhe, gjithçka në jetë ka për ta pas shumë thjesht. Kur flasim për rrugët e suksesit apo për mjetet e suksesit, sigurisht që suksesi është një kombinim i një morie rrethanash, mjetesh fizike, mjetesh rrethanore, po edhe mjetesh mendore. Dhe gjërat e cila unë të doja shumë të fokusohesha ose të ndaloja, janë pikërisht mjetet mendore. Duhet përmend një ajet kuranor, do më falni do ta lexoj sepse do të jem saktë. Zoti thotë në Kur'an, dhe unë fatkeqësisht se kam shënuar në cilën sure, po mos gaboj sura Ankebut. Walladhina jahadu fina la yahdiyannahum subulana wa inna Allaha la ma'al muhsinin. Ata që përpiqen po Zotin Kur'an në rrugën tonë, do t'i drejtojmë ata në rrugë, do t'i udhëzojmë pra në rrugët tona, dhe Zoti me të vërtetë është me vepërmirët, me bamirësit. Ata që përpiqen. Dhe shumë interesante që i gjithë fabula e jetës një besimtar, i gjithë suksesi i jetës besimtarit dhe mënyra se si besimtari duhet t'i qaset suksesit, nuk është në produktin vetvete, dhe s'duhet të jetë kështu. Dhe këtë kemi nga trashëgimia jo vetëm profetike, por gjithë profetëve. Por synimi i suksesit besimtarit duhet të jetë përpjekja. Çfarë modeli sjell ai? Në rrugtimin e tij, çfarë mbjell, çfarë ndërton,
çfarë impakti lë aty, çfarë gjurmësh lë. Se në fund fare e thënë thjesht në historinë e Nuhut alayhis salam, i cili i thirrë njerëzit për mbi 900 vjet dhe shumë pak e thirrën, por kjo nuk e çbëri Nuhun alayhis salam një nga më të dashurit e Zotit. Kështu që kjo duhet të jetë një, unë them, jo vetëm model, por duhet të jetë moto brenda mendjeve tona në përditshmërinë tonë. Dhe duke ju kthyer atë që zonja Migena përmendi pak më përpara, tek fëmijët, tek prindërimi, dhe prindërimi është mision shumë i madh dhe mendoj që nëse njeriu nuk ka sukses tek ky mision, nuk mund të llogarisi për sukses asnjë gjë tjetër në jetë, ose të paktën nga roli një nëne kështu e shoh. Sepse njeriu nëse dështon brenda shtëpisë, të tjerat janë më pak të rëndësishme për atë vetë, por jo se nuk janë suksese në vetvete. Pra ai përjetimet do ta ketë të cunguar. Kur i referohemi mjeteve mendore, në të gjitha teoritë psikologjike, në gjitha shkrimet që do kërkoni lexoni, mjeti më i fuqishëm mendor për të arritur çfarëdo lloji disfate, sfide apo qoftë edhe synimi është mirënjohja. Të dish të vlerësosh dhe të jesh falënderues për të mirat që ke, për aftësitë që ke, për gjërat që të rrethojnë. Dhe prapë do t'i kthehem se s'mundem të mos i kthehem ajetet kuranore, kur Zoti subhanallahu thot në Kur'an: "Wala in shakartum la azidannakum." Nëse ju falënderoni, ne do t'u shtojmë të mirat. Duhet lidh këtu pjesën e punës klinike. E mbaj të mikrofonin më shumë siklet sepse mua më shumë më ushton se sa dëgjohen. Nuk e di a dëgjohen. Nuk e di. Okej, pysh më mirë. Shpesh praktika klinike na përball me njerëz që në shumicën dërmuese kanë shqetësime të ankthit. Diku të depresionit, ose shpesh herë njerëzit vinë me pretendimin e depresionit, por nuk kanë depresion, kanë në mënyrë klasike çrregullim ankthi. Procesi terapeutik i kërkon që njerëzit të bëhen të vetëdijshëm për të numëruar të mirat që kanë në formën e krediteve, sepse çdo e mirë që ti ke është një kredit i joti. Dhe nëse ti do jesh i vetëdijshëm për të mirat që ti ke, ti nuk do ndihesh bosh, ti nuk do ndihesh i pasigurt apo e pasigurt, nuk do ndihesh vetëm, nuk do ndihesh e dobët. Pra, do arrish atë vetëplotësimin personal dhe individual. Dhe njeriu që arrin të ndihet i vetëplotësuar, nuk ka gjë që e ndalon përballë çfarëdo lloj sfide, për çfarëdo lloj synimi që ai vendos vetes tij. Tani pyetja ime është, nëse ti nuk i di të mirat që ke, nuk i di fare që i ke, dhe kur them nuk i di, do thotë ti nuk je i koshient, i ke marrë për të mirëqenë ato të mirat që ke. Nuk arrin ti numërosh në përditshmërinë tënde. A mund të jesh falënderues ti për këto? Sigurisht jo. Dhe juve do i vi përqeshur, por ne bëjmë një detyrë që të tingëllon kështu si shumë e çuditshme në ato praktikën klinike. I kërkojmë personit që të shkruaj 50 fjali që fillojnë me sa mirë që. Sepse ky person, do mendoj që secili nga ne ka nevojë t'ja kujtoj vetes, nuk po them shkoni dhe bëni detyrën. Po njeriu ka nevojë që në atë punën e pandalur të trurit, i cili prodhon rreth 70.000 mendime në ditë. Ka nevojë që të fusi aty insighte të vetëdijshme, jo vetëm mendime automatike dhe emocione që vinë si procese shkak pasojë. Dhe kur themi mendime të vetëdijshme, të ta numërosh nga vetja, do të thotë që ti je më koshient për mirat që Zoti ka dhënë. Në këtë kontekst, mirënjohja është mjeti më i madh mendor që neve na ndihmon të arrijmë sukseset në çdo lloj drejtimi ne ja përcaktojmë vetes tonë. Një tjetër mjet shumë i rëndësishëm mendor është fokusi. Ne kemi nevojë që të dimë kush jemi dhe pastaj të dimë se ku duam të shkojmë. Vendosim synimin dhe të krijojmë një strategji për rrugën, sepse nëse ne kemi një synim, por nuk kemi një strategji për këtë, atëherë to ngelen ëndra dhe shumë mirë që i kemi ëndrat se duhet i kemi, por nëse doni realisht t'i konkretizoni, duhet të fokusoheni tek ato dhe t'i përcaktoni vetes tuaj një strategji, një rrugë mirëfillt. Të gjithë ne e dim që sa herë provoi Thomas Edison për ta ndezur llampën. Unë kam përshtypjen që asnjëri nga ne nuk ka provuar aq herë për ndonjëra nga idetë veta.
1000 herë dështoj për ta ndezur llampën, ama ndryshoj botën me atë. Dhe fokusi na përkthehet në përsëritje në praktikën e përditshme. Edhe pse themi përsëritja është monotoni, po nga ana tjetër në mënyrë paradoksale dëgjojmë që përsëritja është nëna e dijes, në fakt përsëritja është ai mekanizëm aq i thjeshtë që bën ndryshimin në korën dhe në korteksin tonë nervor, dhe një ide periferike mund ta kthejë në mendim dominant qendror. Dhe kjo vlen për të dy anët e medaljes. Sikur ky mendim kthehet në xhiro pozitive, ashtu edhe kur ky mendim kthehet në mendim obsesiv dhe krijon shumë stres dhe ankth në vazhdim. I vetmi mekanizëm është vetëm përsëritja, asgjë tjetër. Një mjet tjetër që dua ta cek është disiplina. Asnjë zheni nuk bëhet dikushin nëse nuk e ushtron aftësinë e tij dhe atë po themi talentin e tij përmes disiplinës. Edhe disiplina në vetvete prap ka përsëritje, por një përsëritje të qëllimshme këtë herë, të strukturuar dhe të mirëmenduar, sepse ku duam të arrijmë. Dhe e fundit është vetë reflektimi. Sigurisht mjetet mund të vazhdojnë shumë, po edhe duke u përshtatur kohës. Vetë reflektimi do të thotë që ne kemi nevojë vazhdimisht të analizojmë, të tërhiqemi, studiojmë ku ishim, ku jemi, a jemi në rrugën që kishim menduar dikur, a ka nevojë të shtojmë të heqim. Dhe sigurisht që këto janë mjetet cilat janë shumë të thjeshta si teknika mendore dhe si ushtrime mendore, por për sa kohë njeriu e orientojnë dhe ndihmojnë që atë synimin e tij madhor ta vërë në jetë. Këto janë mjetet cilat duhen stërvitur në mënyrë të pandalshme çdo ditë me veten. Pastaj mos harrojmë që përveç këtyre mjeteve mendore, ose më saktë është prap mjet mendor, edhe zgjuarësia dhe aftësia për të përshtatur rrethanat e mjeteve mjedisin, atë çat ofron ty mjedisi, teknologjia, facilitetet, në funksion të asaj që ti do të bësh, qëllimit që ke, rrugës që ti do të ndjekësh e tjerë. Këtë është, besoj, është shumë modeste, megjithatë me shumë respekt dhe me shumë dashuri. Unë, përveç faktit që kur dalë në ekrane nuk kam emocione, sa herë që jam përballë një auditori besimtarësh kam emocion dhe dua ta them pse. Dua ta them pse sepse mendoj që është vlerësim për të thënë. Se në fund fare është ai grupimi dhe ai komuniteti nga ti vjen. Dhe është vlerësim kur njeriu të jep mikrofonin në dorë dhe presin për teje. Në fund fare edhe ne jemi njerëz si ju, pas një gram më shumë veçimi, kështu që dua ta shpreh këtë mirënjohjen time dhe me shumë falënderim. Ju falenderit në fakt për gjithë kohën që morët për të dhënë këto mesazhe. Pyetja ime është nga perspektiva e një të riu më shumë. Një ri sot shikon një pjesë të njerëzve që kërkojnë, që janë pjesë e vogël që kërkojnë suksesin shpirtëror. Shikon dhe një pjesë shumë të madhe që kërkojnë suksesin material. Ai nuk i ka mjetet për t'i harmonizuar të dyja. Nga duhet ta filloj? Nuk i ka mjetet, çfarë ke për qëllim? Nuk i ka mjetet për t'i harmonizuar suksesin shpirtëror dhe atë material. Do ndjeki njërin nga këto dy modele. Çfarë duhet bëj? Shkon, tillë rast është shumë e rëndësishme kultura familjare nga në vit. Të rinjt sot sigurisht janë në një presion shumë të madh të stimujve që shoqëria jonë ju ofron, të modeleve që shoqëria jonë ju ofron, të një kërkesë shumë të lartë përgjegjësie që sigurisht kthehet në presion, që këto modele ushtrojnë mbi të rinjt. Vjen shumë kjo edhe nga fakti që digitalizimi sot ka ofruar në mënyrë të shturur një garë të pandershme, të pamoralshme dhe të pabarabartë, prandaj e quaj të pandershme sepse është e pabarabartë. Edhe pse unë besoj që nuk është kusht që të ketë barazi, sepse nuk mund të ketë barazi, që ne të kemi barazi dhe duhet të kemi starte të investuara për të çuar në nivel të barabartë. Por
ne duhet kemi barazi në trajtim dhe në sjellje. Për të bërë bashkë këto dy lloj suksesesh shpirtërore dhe po themi materiale apo mendoj që duhet t'i ndihmojmë të rinë të kuptojnë që suksesi shpirtëror nuk e përjashton suksesin material. Përkundrazi, njeriu nuk do ndihet i përmbushur nëse do ta gjejë veten të lënë mbrapa, të lënë anash, të pa investuar në raport me dijet dhe aftësitë që kërkon koha dhe sfidat e kësaj kohe. Por, në të njëjtën kohë nuk duhet harroj që po aq vend të rëndësishëm edhe suksesi shpirtëror. Dhe kur flasim për suksesin shpirtëror, prapë është e rëndësishme mënyra se si ne u artikulojmë të rinjve tanë. Besimi sigurisht është i pari, por besimi është një mjet shpirtëror dhe për ne më shumë se sa një mjet është një sistem i tërë jetese dhe ne duhet i ndihmojmë të rinjt të artikulojnë në veten e tyre që besimi duhet ushqyer. Duhet ushqyer përmes librit, përmes dashurisë për leximin, duhet ushqyer përmes sjelljes dhe modelit mirë që ne mësojmë diku në xhami, diku me shoqërinë e besimtarëve, diku aty ku ka mësime për besimtarët. Dhe po brenda besimit ata gjejnë dhe motivin e madh për të garuar për gjërat që kanë të bëjnë në mënyrë specifike me suksesin e dunjas, që i themi në terminologjinë tonë, apo në arritjet siç janë karriera, studimet, biznesi etj. Nuk e ka lënë feja jon mbrapa këtë gjë, kështu që prapë unë kthehem pse e bën. Dhe mendoj që kjo është një pyetje sa filozofike, aq edhe e domosdoshme për ta mbjellë në zemrat e jo vetëm të rinjve, por edhe të fëmijëve tanë, sepse sa më herët investojmë në këtë drejtim, aq më patgjatë do të jetë edhe e mira që ajo do t'ju ndriçojë rrugës. Pse e bën? Dhe kur themi pse e bën, imagjinoj ta pyesësh një fëmijë të vogël pse ja dhe shokut gjysmën e ushqimit që ti kishe. Është shumë e madhe po ta meditosh, sepse po e ndihmon atë të kalisë brenda vetes shprehinë e mbikëqyrjes së Zotit në fare, nëse do arrim ta orientojmë deri këtu. Shumë faleminderit. Përpara se t'ja jap fjalën zonjës Hidri për një pyetje, kemi detyrimin që të marrim pyetje nga audienca nëse ka. Unë jam shumë e gatshme të më shfrytëzoni nëse ka pyetje me atë që pyetjet ishte vazhdimi, prandaj mos ndërpritje. Do ta bësh pyetjen patjetër, po doja të thoya vetëm që ata që na ndjekin online nuk kanë mundësi që të bëjnë pyetje vetëm nëpër komente më mbrapa, po ju që jeni duke na dëgjuar, po, nëse dikush ka diçka, një reflektim nga çfarë sapo u tha. Ju e pyete Elirën se si mund të ndikojë te brezat e ri për. Elira, me çfarë modelon ti personalisht brezat e tu të ri në shtëpi dhe jashtë shtëpie? Duke qenë që ne jemi mikesha për 25 vitesh. Ti ndela prek në plag. Po duhet thënë që për fëmijët tanë ne fatkeqësisht jemi ndoshta aleatët më të këqij, sidomos në nënat. Sepse ne na mbyt njëkohësisht emri i statusit të madh që kemi, na mbyt me emocion dhe mësuria shpeshherë është këshillues i keq. Megjithatë, unë do flas në mënyrë teorike. Do flas në mënyrë teorike, se flasësh në mënyrë praktike, sigurisht ti nuk mund të injorosh për asnjë moment të gjithë dinamikat mbi të cilat zhvillohet familja e secilit nga ne, që sigurisht kjo s'është e thjeshtë, ti ke përplasje brezash brenda një familje, por që në të njëjtën kohë duhet mësosh se si të respektosh këto breza, limitet e secilit, qasjet e secilit, nganjëherë dhe tekat e secilit, që prap duhet artikuluar si limit, sepse është statusi i moshës dhe i përvojës që ty të ndihmon ta intelektualizosh atë frustrimin që mund të t'japi kjo lloj përplasje. Megjithatë ne duhet ta kemi këtë lloj kapaciteti për ta përkthyer kështu, për ta përkthyer në të mirë. Çfarë do të them me këtë? Që jo gjithmonë çdo frustrim duhet marrë dhe gëlltitur, po duhet të arrijmë të kuptojmë pse duhet gëlltitur. Gjithmonë për të parë për te. Kështu që mendoj që modeli i profetit a.s. modeli kuranor, modeli i traditës profetike është ajo idealja që ne gjithmonë edhe na kushëllon, edhe na jep forcë,
Po edhe na jep zgjidhjet në momentet që kemi nevojë dhe s'kemi përgjigjet ne. Se fund fare besimi quhet besim sepse ti e merr a priori të gatshëm variantin, jo gjithmonë duhet të analizosh gjithçka. Mendoj që të përpiqemi të paktën ta bëjmë në familjet tona. Faleminderit. Nëse dikush ka, na gjen edhe 5 minuta besoj pasi të mbyllim. Nëse dikush ka një mesazh të fundit para se ta mbyllim. Sugjeroja nëse dikush ka pyetje që kanë bëjnë me spektrin klinik, mos e kurseni, nuk është turp, nuk është e pavënd. Shfrytëzojeni si moment, unë jam shumë e gatshme për t'i përgjigjur. Ndoshta nga ata që na ndjekin duhet të ketë më shumë se njeriu pas ekranit flet komod edhe. Mirë, unë në radhë parë duhet ju falenderoj që ishit në këtë panel prezent. Në radhë të dytë për mesazhet që ndat, që shpresoj të gjithë ne të mbes diçka për të reflektuar jo vetëm sot, por edhe në vazhdim. Dhe sigurisht duke falenderuar organizatorët që na bën bashkë për t'i ndarë këto mesazhe, kështu që faleminderit dhe shumë sukses ju dhënë Zoti në punën tuaj të secilës prej jush. Dhe meqense e the një mesazh të fundit edhe pse ti e mbyllën në fakt, le të flasim, e rëndësishme që ne të komunikojmë me çdo që të jetë, edhe kur ka komunikim dhe kur ka ura dhe kur nuk ka ura, sepse asiti më i fuqishëm që një qenie njerëzore ka është fjala, edhe logjika që Zoti i ka dhënë në përputhje me fjalën. Le të flasim dhe le të ndërtojmë ura. Me brezat është më rëndësishme me ato për cilat ne jemi përgjegjës, por e vetmja mënyrë që ti të mbillësh dot të tjetrit, lësh një gjurmë të mbash mend edhe kur ti mos t'jesh më. Po e mbyllim duke u thënë që të na ndiqni sërish në panelet e tjera që do të ketë Halal Expo, sepse do të kemi besoj po kaq të vyra, po kaq të vlefshme edhe biseda të tjera. Faleminderit.